Në spektaklin e së martës në Big Brother VIP Albania 4, Egli Tako ndau momente nga e kaluara e saj, duke përmendur ish partnerin këngëtarin Olsi Bylyku. Ky rrëfim u pasua me një surprizë, kur Olsi erdhi e takoi dhe i dha një mesazh Eglit, duke e emocionuar atë. Pas këtij momenti, Egli dhe Gjesti diskutuan ndjenjat e tyre. Gjesti u shpreh se nuk u ndje mirë për takimin e papritur të Eglit me Olsin, ndërsa ajo i shpjegoi se ishte një emocion i papritur pas kaq kohësh. Ata diskutuan për linjën e jetës dhe momentet e papritura që sjellin emocionet. Gjesti u shpreh: "Nuk u ndjeva mirë kur u takova me të. Qëllim nuk e di se çfarë ke në rregull, por nuk e di pse po ndodh tani kjo. Këtë nuk po e kuptoj. Pse në linjën e jetës përfshihet ishi dashuri?" Egli përgjigjet: "Mirë se është pjesë e linjës së jetës për të dhënë një mesazh. Ke përmendur dhe ti dikë, nuk ka qenë ajo që të përmendin këtu. Ta sollën edhe ty. Unë kam jetuar 5 vite me të, mos i ngatroj gjërat. Po them duke si i huaj, më trembi ndjesia. Shumë kohë pa e parë fare asnjë lloj emocioni. U çudita se ishte një takim që e kisha kërkuar shumë kur u ndam dhe ai nuk e bëri", u shpreh Egli ndër të tjera.